Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në emisionin Pa Censur. E ftuara ime sot është kandidatja për deputete e Partisë Socialiste Iris Luarasi, e cila është në listën e sigurt të Tiranës. Faleminderit Zyshe që jeni sot me mua dhe do më lejoni që të dal her pas here nga kjo etika e intervistave, do t'i quaj ndonjëherë Zysh. Jo, apo gjithkohës Iris. Kundrazi do e vlerësoja shumë që ti të vazhdojë në trisjes Zysh Irisi, se është titulli që më bën të ndihem më komod nga të gjithë titullat e tjerë. Po mirë, ta nisim pak intervistën me komoditet, përpara se të hyjmë tek ato pyetjet të vështira politike. Për ta nisur nga Zysha, nga Zysherisi, mandati i deputetit nuk përputhet me asnjë punë përveç se me atë të pedagogut. Juve e keni vendosur, do të qëndroni ende pedagoge në universitet apo jo? Kjo është një nga gjërat që unë e di shumë mirë. Do me thënë, unë mendoj që nuk do heq kur dorë nga të dhënit mësim, është një nga gjërat që e dua pafund, edhe më jep super energji. Dhe unë nuk kam ndonjur atje, do me thënë, ndonjëherë për arsye që mund t'i lidhen vetëm me pjesën e karrierës akademike dhe financave, po gjithmonë më tepër për atë energji pozitive që më jep marrëdhënia me studentët. Me të rinjt, po. Marrëdhënia me të rinjt, sepse unë mendoj që ky është çelësi i suksesit të çdo pedagogu. Ka ca pedagog që dhe që mbeten gjithmonë të rinj dhe mendoj që marrëdhënia që ata kanë me studentët është çelësi i suksesit edhe i rinisë së tyre. Zonja Luarasi, ju pak më parë përmendet pagën. Rrogat e deputetëve janë rritur në fakt, tani që u rritën edhe pagat për pjesën tjetër të administratës. Por mbaj mend një intervistë përpara pak kohësh ku ju thoni që hoqët dorë nga RTSH-ja për shkak të pagës. Sepse ju e kemi parë që kanë dalë edhe pagat në disa media online, keni patur një pagë të lartë. Pse hoqët dorë tani nga kjo paga e lartë për të ardhur tek posti i deputetit? Shiko, e para njerë që unë do doja të thoja dy gjëra që janë të rëndësishme. Në këtë intervistë që unë kam dhënë, kanë qenë shumë gjëra të shkputura nga konteksti. Dhe, në fakt, përgjigjja ime për pjesën e RTSH-s nuk ka pasur vetëm si përgjigje pjesën e rrogës. E kam dëgjuar të plot. Kjo ishte pjesa që u bë më tepër virale gjithandej, sepse ishin edhe arsye të tjera, kështu që ti di, domethënë, që e ke dëgjuar intervistën. Kurse pjesa që ti shkon në një stat tjetër, edhe lëviz në politik, unë mendoj që ishte për mua absolutisht shumë natyrale edhe normale. Duke qenë edhe pjesa e akademisë, po duke qenë edhe pjesë e shoqërisë civile, dhe duke u përpjekur shumë që ti shtysh kauzat nga jashtë, vjen një moment kur ty t'jepet mundësia që ti shtysh këto kauza edhe të kesh mundësi reale brenda ligjvënies për t'i çuar përpara gjërat që ty t'i interesojnë edhe janë kauzat e tua të jetës. Pjesa e rrogave që dolën në publik, këtë në fakt faleminderit që ma bëre së pyetje, se është një gjë që ndoshta duhet ta diskutojmë. Se njerëzit kanë parë vetëm këtë pjesën e fotografive të disa prej drejtuesve të shoqërisë civile në Shqipëri, që dolën si në një wall of shame, në një mur turpi, edhe aty bombardoheshin, sulmoheshin, etiketoheshin në mënyrën më të poshtër dhe më të ndyrë të mundshme. Në fakt, problemi për punën asnjëherë nuk duhet filluar. Eksakt, do me thënë, e para njerë që një pjesë e mirë atyre njerëzve i kanë dedikuar tërë jetën kauzave të ndryshme, kanë punuar orar e pa orar, kanë ndihmuar dhe kanë ndryshuar jetë njerëzish, kanë shpëtuar edhe jetë njerëzish për te modestisë, po kjo është e vërtet. Pse njerëzit e shoqërisë civile duhet jenë njerëz të papaguar? Përkundrez, unë mendoj që duhet të paguhen në mënyrë të jashtëzakonshme sepse bëjnë ndryshime cilësore në jetët e njerëzve. Nuk mendoj se ka qenë vetëm pjesa që nga që figurat tona ishin aty edhe e kemi ndjerë, po nuk kemi parë kaq shumë gjuhë urrëtie, që për hir të vërtetës unë nuk do thoja që është një gjë kështu që doli e para sepse rrogat ishin vjetra, ishin të 2021. Po, ishin të 2021, po thoni që është e orientuar. Dhe mendoj që absolutisht ishte një gjë e orientuar. Pra ka gjithmonë një agjend nga mbrapa, ka një agjend që është sigurisht e dirigjuar. Nga brenda PS-s po thoni? Jo, nuk mendoj që ka lidhje brenda PS-s. Ishte një agjenda anti-Soros, ta quajmë. Jo, nuk ishte agjenda anti-Soros vetëm, ishte e gjitha e përkthyer anti-Soros, anti-USAID, anti-shoqëri civile, se kjo ishte gjëja më e rëndësishme. Gjëja që unë bëj si pyetje edhe që mendoj që është e rëndësishme.
për këta njerëz që e kanë këtë urrëtie kaq shumë të madhe. Organizata që unë drejtoj ka 20 psikolog që ju shërben grave të dhunuara, një pjesë e tyre ju shërben atyre që dhunojnë, dhunuesve, që punojnë brenda sistemit të burgjeve, me shërbimin e provës, me urdhra gjykate dhe përpiqen të rehabilitojnë ata që në fakt ushtrojnë dhunë familja. Në qoftë se organizata mbyllet nesër, priten fondet e donatorëve të huaj, edhe këta njerëzit sot që punojnë psikolog, nuk do punojnë psikolog, do ikin dhe do kthehen në shitca. Çfarë ju ndodh pozitive në jetë gjithë këtyre njerëzve që nuk ngopen së shari edhe domethënë nuk di është natyra njerëzore vetëm urrëtie. Dhe veçanërisht kur ka agjenda ideja është ta njerëz nuk ju ndryshon cilësia e jetës, fare, zero. Atyre që ju ndryshon cilësia e jetës janë ato që janë viktimat dhunës familja, që nuk e marrin me atë shërbimin falas, që nuk kanë një vend ku të trokasin, ku të marrin jemi në këtë pozita apo jo? Ku të marrin edhe mbështetje juridike falas. Patjetër që nuk jemi në këtë pozita. Pra për shkak të sulmeve nuk ka ndodhur diçka. Organizata që unë drejtoj nuk ka pasur kur fonde nga USAID-i, edhe Turp TV USAID-it që nuk na kanë mbështetur, se të paktën të kishim merituar gjithë ato sharjet që kemi marrë. Patjetër që ka mbështetjen e shumë donatorëve të tjerë evropian. Kjo është një mbështetje që unë mendoj që edhe në momentin e largimit tim dikush do ta drejtoj linjën e këshillimit, do vazhdoj të ketë mbështetje, se është një mbështetje që i takon grupeve vulnerabël, i takon shoqërisë shqiptare. Pra do largoheni nga linja e këshillimit. Patjetër. Kjo është një nga gjërat që më dhëmb pafund, sepse por unë mendoj që kauzat e të drejtave të grave edhe kauzat e shoqërisë civile do kenë mundësi që t'i mbrojnë në parlament. Të flasim pak për fushatën. A shikoni diçka që nuk shkon tek kryeministri, një kritik për kryeministrin, sepse kohët e fundit ka filluar që të shpjegoj vetveten, të thotë, të kërkoj ndjes, siç nuk ka ndodhur më përpara, për disa etiketime që ka bërë gjatë fushatës, të shpjegoj gjuhën që ai përdor, edhe kjo nuk ka ndodhur më përpara. Mos janë dobësuar disi pozitat? Jo, unë nuk mendoj që ka lidhje me dobësimin e pozitave. Mendoj që një njeri kur është gati mbi 18 orë në terren, patjetër që ti je njeri, je një qenie njerëzore. Edhe unë mendoj që mënyra se si ti flet, kushdo nga ne, në qoftë se do jeti detyruar të jetë 18 orë në terren, patjetër që edhe mund të ketë lapsuse, edhe mund të ketë gabime, edhe mund të ketë gjëra që mund të keq kuptohen, dhe nuk më duket se ka një problem në momentin që ti sqaron keq kuptimin ose kërkon falje për një fjalë të thënë në kontekstin, në mendjen tënde në kontekst tjetër, dhe mënyra se si ti e shpreh në publik absolutisht kuptohet në një kontekst tjetër. Përkundrez, unë në fakt mendoj që kuptohet ose thuhet. Njerëzit se në fakt është kuptuar siç është thënë. Unë mendoj që ndjesën e kërkojnë njerëzit e fortë, ata që janë burracak, përpiqen të bëjnë fortin, edhe përpiqen që të mendojnë që s'kam asnjë gabim, ky jam unë i them gjërat. Jo shumë mirë është kërkosh ndjesë. Kështu që unë për këtë arsye besoj shumë ke ndjesa, jam një nga njerëzit që kërkoj vetë ndjesë dhe vlerësoj shumë kur edhe të tjerët kërkojnë ndjesë. Sondazhet tregojnë që pala tjetër Partia Demokratike ka një rritje, megjithëse të ngadalt, por ka një rritje në sondazhet të paktën që janë bërë publik, në disa sondazhe që janë bërë publik. Dhe Partia Socialiste ose nuk ka pësuar rritje, ose ka ndodhur që në disa sondazhe ka edhe rënje. Përse po ndodh kjo? Do me thënë, ju, ose ndoshta kjo nuk është e vërtet, por ju si e perceptoni, realiteti është i tillë? Nuk i kam parë sondazhe që ka rënje, kam parë vetëm sondazhe që ka një qenie absolutisht stabil në pozitat e saj fituese. Që do me thënë, të gjitha ato që unë kam parë projekcione, se ato janë vetëm projekcione, të gjitha projekcione që kam parë deri tani nxjerrin fituese Partinë Socialiste. Kam parë njërin sondazh që besoj se referohesh edhe ti që e nxjerr në rritje shumë të lehtë Partinë Demokratike, por që nuk e shpëton atë nga pozitat humse në fund të ditës, sepse këto janë... Pra, 2 javë deri kur të vinë zgjedhjet janë pamjaftueshme që doja të rikuperosh. Unë nuk mendoj që, me thënë, ti mund të rikuperosh në 2 javë ato që nuk e ke bërë dot në 12 vitet e fundit. Patjetër që një opozitë e fortë është aset kombëtar i qytetarëve të Shqipërisë, edhe i demokracisë politike në Shqipëri. Po kur ti nuk arrin të riciklosh opozitën dhe vazhdon të kesh të njëjtën opozitë humse nga një zgjedhje në tjetrën,
pa asnjë lloj diskutimi që këtë unë nuk mendoj se i takon detyra partisë që është pushtet, ta rimëkëmbi, se kam dëgjuar në për studio edhe pjesën që... Është përpjekur, zoti Rama. Jo, është përpjekur zoti Rama që ta minoj opozitën, jo, ta rimëkëmbi, jo, nuk e besoj fare, që ta minoj, patjetër se është detyra e çdo partie që të luftoj partinë tjetër rivale. Ka një zhvillim në Partinë Socialiste, një zhvillim jo pozitiv që është arrestimi kryetarit Bashkisë Erion Veliaj. Ju jeni kandidate e Tiranës dhe besoj që keni kontakte me strukturat e partisë dhe me kandidatë të tjerë. A keni vënë re ju personalisht që mungesa e Erion Veliajt të ketë ndikuar në fushatën e Partisë Socialiste për uljen e votave, kam fjalën? Shiko, unë mendoj që Partia Socialiste ka një gjë shumë të mirë, që tani po e shoh nga brenda, që ka një unifikim të papar dhe kur vjen fjala për vot dhe kur vjen fjala për zgjedhje, ky unifikimi bëhet akoma dhe më i madh. Patjetër unë mendoj që ka pasur një impakt arrestimi i zotit Veliaj, i pa diskutueshëm. Njerëz që, domethënë, filluan edhe ta ludonin, që kjo mund ishte një luftë brenda llojit në Partinë Socialiste, edhe këto e kemi dëgjuar vazhdimisht edhe në për studio, edhe në artikulimet njerëzve. Në fakt unë mendoj që arsyeja që them që kjo nuk është e vërtetë dhe e besoj që nuk është e vërtetë është se një forcë politike që ka 3 mandate dhe që 3 mandate ty patjetër të lodhin edhe të konsumojnë politikisht pa diskutim, do ishte gjëja më e çmendur që një parti politike t'ja bënte këtë gjë vetes. Ti të humbas është një njeri që edhe ta çosh atë drejt burgut, në momentin që ti ke zgjedhje përpara. Një njeri kyç, se jo një njeri do. Një njeri, pra, prandaj po them, një njeri që ishte kyç. Nëse ti vërtet do doje që ta bëje këtë, ti ke kohë plot, fito zgjedhjet edhe mund ta bësh këtë. Megjithatë, ka diçka që vihet re tek rrjetet sociale të zotit Veliaj, i cili vazhdon të jetë aktiv megjithse është i izoluar në burg. Në rrjetet sociale zoti Veliaj nuk ka asnjë fjalë për fushatën e Partisë Socialiste, nuk ka asnjë thirrje për votimin e kandidatëve të PS. Si e shpjegoni ju? Shiko, unë mendoj që zoti Veliaj ka të paktën një muaj që është kjo gjendje. Nuk ka pasur ndonjëherë asnjë përpjekje për ta realizuar këtë, sepse të gjitha postimet që ai bën, flasin për punën që ka bërë e Majta. Erion Veliaj ka qenë përfaqësuesi i Majtës. Nuk ka qenë një njeri individi pavarur që doli dhe kandidoi në Tiranë. Ka pas një makineri shumë të madhe që ka qenë Partia Socialiste, që i ka ndihmuar për ta çuar atje. Kështu që gjithë postimet e tij u mendoj që në fakt favorizojnë fushatën e Partisë Socialiste, sepse tregojnë gjithë punët e mira që ka bërë zoti Veliaj si kryetar i Bashkisë Tiranës, por që patjetër ka qenë e mbështetur me fonde edhe me gjithë mbështetjen që t'jep edhe qeverisja qendrore. Janë të gjitha pro fushatës, por t'u treguar njerëzve dhe atyre që e duan Erion Velian, që cilat janë gjërat e mira që ka bërë jo vetëm Erioni, po e Majta në gjitha këto 12 vitet e shkuara. Ndoshta kështu dhe i duhet redaktorit që ai përmend në përgjimet që kanë dalë dhe kemi parë në media kohët e fundit, pas vendimit që mori gjykata për ta lënë ende në burg. Por t'ju pyes për çështjen themelore të kësaj fushate të Partisë Socialiste, që është premtimi i madh i kryeministit Rama për t'i dhënë shqiptarëve pasaportën europiane, pra për ta bërë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian. E besojnë këto shqiptarët? Keni ju sondazhe për këtë? Shiko, unë mendoj që shqiptarët e besojnë në momentin që ti artikulon ashtu si duhet. Në momentin kur ju thua atyre se vërtet sa afër jemi në Bashkimin Evropian, dhe unë jam përpjekur këtë ta bëj jo duke folur vetëm me gjuhën e Partisë Socialiste, po edhe duke folur me gjuhën e Bashkimit Evropian. Marta Kos është komisionerja e zgjerimit, pra njeriu kyç që merret me politikat e zgjerimit në Bashkimin Evropian. Fakti që ajo në janar të këtij viti, të 2025-s, tha që Shqipëria dhe Mali i Zi janë shumë afër mbylljes së negociatave dhe ne shpresojmë që ky kapitull të mbyllet në 2027-ën. Nuk po të flas me gjuhë propagandistike nga Partia Socialiste, po të flas me gjuhën e komisioneres së zgjerimit. Po, e kam dëgjuar. Ne ndërkohë patëm përpara gati 2 javësh komisioneren për politikat e jashtme dhe sigurinë në Bashkimin Evropian, Kaja Kallas, e cila dhe ajo
kur u pyet për pjesën e procesit të integrimit të Shqipërisë, ta është një projekt absolutisht ambicios, por i realizueshëm. Kështu që për këtë arsye, ne e dim shumë mirë që patjetër Shqipëria nuk është nga vendet që po të vi fjala nga pikpamja e standardeve, nga AKZ-ja, sipas vërtet kërkesave që ka Bashkimi Evropian, i ka plotësuar këto edhe do i plotësoj deri në 2027-ën. Por, nga ana tjetër, historia e pranimit dhe e zgjerimit të Bashkimit Evropian ka treguar që për arsye gjeopolitike të ndryshme, shumë vende të tjera që janë sot anëtarë të Bashkimit Evropian, nuk është se i kanë pasur të gjitha standardet sipas kritereve, por për arsye të caktuara, ato janë sot anëtare të Bashkimit Evropian. Ky është momenti që i ka trokitur... A duhet të bëj Partia Socialiste një premtim që s'është në dorën e saj, por është në dorën e vendeve anëtare? Elona, unë mendoj që Shqipëria ka qenë 2 herë afër antarësimit. Dhe një nga gjërat më të rëndësishme ka qenë 96, apo jo? Do me thënë, ne mbaj mend që ishte një hap larg pjesës së antarësimit në Bashkimin Evropian, ndodhi 97-a, sigurisht u përmbys çdo gjë, procesi është shtyr, po jemi sot në 2025-ën. Tani, patjetër që ka gjëra që nuk varen as nga qeverisja e Partisë Socialiste, po nga arsye të tjera që mund të jenë totalisht jashtë kësaj. Unë shoh një përpjekje absolutisht serioze të Partisë Socialiste dhe veçanërisht të 2 ministreve që merren me procesin e integrimit dhe antarësimit, të negociatave, dhe shikoj një staf të madh që është absolutisht i këmitur për ta çuar këtë gjë përpara, dhe nga ana tjetër shoh një shoqëri civile që mendoj që është aftë për të ndihmuar në këtë proces. Janë gjitha këto element që unë mendoj që edhe pjesa gjeopolitike dhe dëshira e Bashkimit Evropian për të na pasur pjesë, që po t'i bashkosh bashk, mendoj që të gjitha shanset janë. Asnjëri nga ne nuk ka aftësinë të parashikojë të ardhmen, por unë mendoj se sot më shumë se kurrë ne jemi afër vërtet pjesës së antarësimit. Zonja Luarasi, ju përmendët pak më parë angazhimin e 2 ministreve për procesin e negociatave, angazhimin e shumë njerëzve të tjerë që marrin pjesë në këtë proces si në Shqipëri dhe në Bruksel, angazhimin e shoqërisë civile. Nuk përmendët angazhimin e opozitës, e cila ka qenë gjithmonë me votën pro. Po, ke shumë të drejtë për çështjet e integrimit. Jo, mos më kërkon para ta bëj unë pyetje. Okej, bëje pyetje. Kryeministri Rama kërkon 84 vota në këtë mandat të 4 të tij dhe ka shpjeguar edhe dje dhe sot sepse për çfarë do këtë, që të kalojë përpara pa patur shqetësimet që i vijnë nga opozita, projekt ligjet që duhen me 84 vota për integrimin evropian. Është i drejtë ky qëndrim i kryeministrit që nuk e do opozita në përkëmb? Shiko, unë mendoj që çdo njeri politik po të ketë mundësinë të ketë gjithë pushtetin e nevojshëm, patjetër, kush më thuaj një lider europian që do e donte këtë pushtet. Por kur bëhet fjalë për integrimin, ai e lidh me integrimin, megjithëse opozita s'ka qenë kurrë kundër. Kur vjen fjala për integrimin, prandaj të kërkova ndjes, sepse në fakt për lir vërtetës është i vetmi vend ku vërtet edhe opozita ka qenë totalisht pjesë që nuk e ka ndaluar procesin. Por, dua të them dhe të citoj vetëm një fjali që unë e pata në person në vetë të parë, në një studio tjetër televizive, ku diskutonin për mesazhet e fushatave. Dhe përfaqësuesja e Partisë Demokratike tha që edhe ky integrim shumë i shpejt, ne duhet rregullojmë mirë punën që kemi brenda Shqipërisë, për të treguar që nuk duket se kur është kaq shumë në agjendën e opozitës aktuale, pjesa e integrimit, se politika e tyre është që hajde të rregullojmë mirë punën që kemi brenda shtëpisë. Unë nuk mendoj që ti rregullon dot punën brenda shtëpisë, nëse nuk ke mbështetjen dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. Gjitha gjërat që ne flasim tani, rritjet e pensioneve, ndryshimet e pagave, rritjet e fondeve sociale, përkraja, mbrojtja sociale, strehimi, gjitha këto, ti e ke një vend i varfër në Ballkanin Perëndimor që nuk prodhon lek, maksimumi prodhon një turizëm, edhe do ishte një turizëm të shkojë drejt pjesës elitare. Në qoftë se nuk bëhet antar i Bashkimit Evropian dhe të përfitojë nga shifrat e konsiderueshme që ti i merr duke qenë antar, nuk ka shanse kaq shumë të mëdha për të rritur rroga, pensione etj. Nuk pret Shqipëria lek, nuk pret. Kështu që për këtë arsye, unë atë ditë seriozisht jam shqetësuar për herë të parë kur ti e dëgjon nga njerëz që kanë lidhje me opozitën
përfaqësues zyrtar të opozitës që thonë, në fakt ne jemi të interesuar më tepër për të rregulluar procesin. Në fakt se kam dëgjuar këtë, por nuk është në programin e Partisë Demokratike. Gjithsesi, pyetja ime dhe jemi gati në fundin e emisionit. Pyetja ime ka të bëjë me mandatet që që kërkon të marrë kryeministri, i cili e nisi fushatën elektorale me një stek shumë të lartë, do merrte mbi 100 mandate, e ka ulur te 84, ka ditë që thot 71 nuk e diskutojnë fare. Ka ullur pritshmëritë Partia Socialiste, se ende se kemi parë kryeministrin të bëjë e famshme. Unë mendoj që në fakt është më tepër çështje motivimi për njerëzit, sepse në fakt edhe unë e kam pasur shumë shqetësim që ti shikon njerëz që janë mbështetës Partisë Socialiste, po që mendojnë që Partia Socialiste e ka në xhep fitoren. Unë mendoj që në fakt asnjëherë nuk e ke fitoren në xhep, nëse nuk lufton deri në momentin e fundit, që ti çosh njerëzit te kutitë e votimit, ti bindësh ata që duhet votojnë të majtën, të rish te kutitë e votimit për të ruajtur votat e tua dhe për të numëruar deri në fund të gjitha votat që janë hedhur për gjitha partitë politike, ku secilit marrë ato që kanë menduar votuesit shqiptar. Ky është një proces dhe unë mendoj që është një proces që njerëzit duhen motivuar. Nuk duhet të flenë socialistët në dafina se sondazhet tregojnë që Partia Socialiste fiton, nuk ka një opozit fort edhe për këtë arsye by default Partia Socialiste do fitojë. Në fakt unë mendoj që njerëzit duhen mbajtur, të taruar dhe gjithmonë ka një rrezik deri në momentin që ti je 100% i sigurt që ti e ke fitoren në xhep mbasi ka mbaruar procesi i votimit dhe i numërimit. Kështu që për këtë arsye mendoj që edhe kjo ka lidhje me politikat e komunikimit që ka Partia Socialiste dhe me politikat që ka lidhje me mbështetjen edhe motivimin e njerëzve që mos ta marrin për grantit fitoren, po duhet shkojnë, ta kërkojnë, të punojnë edhe të shojnë njerëzit tek kutitë e votimit. T'ju bëj dhe një pyetje të fundit, pra qëndron objektivi Partisë Socialiste për 84 vota, kështu e kemi përkthyer të paktën ne atë që kryeministri i quan fitore spektakolare, sepse ai në fakt, me thënë të drejtën, nuk është se ka përmendur numrin e mandateve. Në qoftë se ti flet me drejtues të qarqeve, ka shumë qarqe në Shqipëri që po synohet të merren më shumë se mandate të fituara aktualisht. Kështu që patjetër ky synim qëndron, por unë mendoj që deri në sekondën e fundit duhet punuar me njerëzit edhe duhen bindur ata që kjo nuk është një fitore e sigurt, kjo është një fitore që kërkon që të gjithë njerëzit motivohen, ato ditë edhe nëse pretendojnë që të shkojnë në plazh, të shkojnë të hedhin një votën e tyre, pastaj të shkojnë plazh në mal edhe kudo që ata duan. Nuk duhet keni shqetësim për këtë, veçanërisht për Partinë Socialiste, kjo ndodh zakonisht ke demokratët. Jo, unë mendoj që njerëzit kur janë ndonjëherë të bindur që ti e ke fitoren në xhep, për çfarë të vijon atëherë unë po vazhdoj planin tim se ti e fituar që e fituar je. Në fakt mendoj që kjo është një gjë shumë e rrezikshme, edhe nuk duhet ta bëj asnjë socialist në 11 maj. Zonja Luarasi, Zyrshërisi, unë ju falenderoj shumë për intervistën. Edhe për mua ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme. Së bashku do të shihemi të premten ardhshme. Natën e mirë.